Jam përpara jush në emër të Partisë Demokratike për të denoncuar skemat abuzive dhe gënjeshtrat që serviren nga partia në pushtet. Jo rastësisht jam këtu përpara kësaj godine deri dje institucioni i banorëve të Shkodrës, sot i kthyer në një skenë krimi zgjedhor me drejtues shumë shpejt të panderur në SPAK dhe me kandidat për SPAK. Fatkeqësisht secili prej nesh e di që ajo çfarë propagandohet është shumë larg realitetit që përjetojnë çdo ditë të rinjtë shkodranë. Në bazë të monitorimit të buxhetit të vitit 2024, nga 56 milion lekë të vjetra janë disbursuar vetëm 7 milion. Në skemën e granteve, Bashkia Shkodër i përgjigjet vetëm nepotizmit që zgjell të tërheq pas vetes, të ri me precedent penal apo ushtar partie si të vetmit përfitues të grantit dhe kanë kriter për disbursim të qenit patronazhist dhe jo të kesh ide inovatore. Qarqet më të varfra, Shkodra, Lezhë dhe Kuksi, së bashku kanë marrë më pak se 5 milion euro investime në 12 vite, nga 55 miliard lek buxhetit, të cilat kanë shkuar për politikan dhe oligark. Në dekadën e fundit janë larguar nga Shkodra 30.000 qytetarë, prej të cilëve 70% janë tri. Me një emigrim masiv i cili tregon qartë dështimin e çdo politike për t'i mbajtur këtu dhe duke lënë bosh shkollat, duke prish strukturën sociale e cila shbën identitetin dhe familjen si shtyllë e kombit shqiptar. Në Shkodër nuk ka një program të suksesshëm për mbështetjen e ideve të rive, nuk ka transparencë, nuk ka strategji të mirëfillt. Ka vetëm premtime të vjetra dhe dështime të reja. Sfidoj çdo të ri të tregoj çfarë përmban programi i Partisë Socialiste për fëmijët, për trit, për çiftet e reja apo për studentët. Në cilën pikë të programit flitet për to? Flitet për të rinjt përveç muzikës në sfond që u vihet në çdo takim elektoral ku ata duhet të kërcejnë sipas ritmit të udhëhecit. Brezi jon dhe rinia jon ka barrën për t'i kthyr këtij vendi mallështinë që i takon, të zgjojnë ndërgjegjen civile nga agonia dhe të transformoj kërcënimet e së tashmes në shanset e së nesërmes. Vota 11 majit është votë për ju, për vendin, për Shkodrën mallështore. Të rinjtë e Shkodrës meritojnë më shumë se tallavall dhe propagandë, meritojnë mundësi, dinjitet dhe një të ardhme këtu në vendin e tyre. Ta kthejmë Shkodrën në shtëpinë tonë dhe ta pastrojmë këtë shtëpi. Një nga kandidatët e Partisë Demokratike i veçpallur, përfaqësuesi i rinisë shkodrane, ka dhënë sot një konferencë shtypi përpara Bashkisë së Shkodrës. Nuk e dim se sa të përfaqësuar e ndjen veten rinia shkodrane nga kandidati me kostume kollare në këtë ditë të nxehtë, që mes të tjera sulmoi edhe skemën e granteve të Bashkisë së Shkodrës për të rinjt. Sqarojmë Tedin se kjo skemë e granteve është një ndërmarrje rinore që po zbatohet për herë të parë në Bashkinë e Shkodrës. Pse nuk është bërë më herët, le të pyes partinë e vet, që për më shumë se 30 vite ka udhëhequr këtë bashki dhe tani bën sikur harron. Skema është e pastër, transparente, e ndërtuar mbi parime të mira profesionale. Më shumë se 25 të rinj dhe të reja, nga më të talentuarit dhe inovatorët në territorin e bashkisë, kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues nga një komision, ku ishin të përfaqësuar si biznesi edhe universiteti. Tedit i bëjmë thirrje që këtë transparencë të aprovojë edhe vetë, duke aplikuar në thirrjen e radhës, si një iri që ka vendosur të jetojë në Shkodër, nëse ka një ide biznesi, le ta aprovojë, sepse në këtë qasje në politikë zorse do të ketë sukses. Sa për nepotizmin e pretenduar, është e qartë se ata vetë kanë qenë fytyra vërtete e nepotizmit në Bashkinë e Shkodrës për 30 vite, dhe këtë shkodranët e dinë fort mirë. Sot, në të gjithë qarkun e Shkodrës, janë në zbatim 10 projekte investimesh publike dhe private në çdo cep të tij. Do të ketë edhe më shumë investime, më shumë vende pune, më shumë vende të mira pune për çdo të ri të re që vendos ta ndërtojë jetën këtu. Shkodra nuk ka më kohë për të humbur me kostume të reja apo të vjetra politike që nuk janë në gjendje të nxjerrin as edhe një fjalë të mirë për projektet dhe investimet në këtë qytet. Por kjo është puna e tyre. Banorët e qarkut Shkodrën në 11 maj do ta mbyllin një herë mirë këtë kapitull, duke votuar për numrin 5, Partinë Socialiste, për të mbështetur këtë transformim për një Shkodër edhe Shqipëri europiane.